Nuk është problemi ashtu. Ndojmë me mendje tregtare, çdo pronar restoranti, po t'ju them unë rastin e Verës, sepse unë jam te Vera. Shkoj madje miq që kanë restorante nëpër Bregdet. Dhe i shkoj, do ta marrësh Verën me 10.000 lekë, vjetra, 10 euro, për përdojnë kështu? Florë, ma thënë të unë e marrë me 5 euro italiane e shes deri në 5.000 lekë, se nuk marrin vesh. Të tëndën, po e mora me 10, më shumë se i zetë se shes dot. Nuk kam leverdi. A e kupton, ai nuk mendon as për Shqipërinë, ai mendon që të bëj më shumë parë. Shumë e drejtë. E drejtë për çfarë? Që të bëj pare, por do bësh pare në Shqipëri, do mendosh edhe për Shqipërinë. Po për ty dhe për mua, është e drejtë? Po nuk mendon për zinxhirin. Ky është problemi. Ka vend shqiptare shumë mirë. Unë sot në restorantin tim kam 10 etiketa shqiptare. Po ti ke edhe krojën e Lolës, që është një mrekulli. Është mrekulli, ajo kroja është fantastike. Unë them e gjithë është për shkak të pasigurisë. Askush nuk e di çfarë do ndodhi nesër dhe këtë doja t'ju thosha. Të tërë janë kapçat kapër sot, është kjo KCK e famshme, pra e ja të fitojmë, të gjithë kanë frikë se viti tjetër do jetë më i pasigurt sepse nuk kanë garanci, ato që thash më parë, që ata dhe vitin tjetër do kenë po të një të turist. Nuk kanë... 30 vjetë më falë për këtë... Po pikërisht sepse nuk funksionojnë strategjit, nuk funksionojnë se cili të bëj punë e vetë dhe askush nuk e di çfarë do turisti do vi vitin tjetër. Po pse taksat i vendos shteti dhe këto detyrime nuk i bë ka shteti? Pse nuk e detyron shteti një hotel, një restorant që të përmbushë disa standarde që janë minimaliste? Ma i mend që është për të përdhelur ca. Unë e kam kërkuar. Se Flori ka shumë të drejtë dhe prodhojmë Vera shumë mira. Të gjitha restorantet që i shërbejnë turistave, qofshin me pesyje, qofshin vi bregdetare, kontrolli tatimor duhet të jetë 70% faturave duhet të jenë produkt vendi. Po. Këtë të kontrollojnë tatimet, të kontrollojnë le kuponin, se le kuponin 10 milion lekë gjop, do vënë të merë. Mor mirë qeveria me këtë dhe ishin ja 2 lloj djathrash, një 3 lloj mjaltrash, do me thënë, u bën një 2-3 produkte dhe po ngeli s'dim që ku është. Për shumë, ti të shkosh në një restorant, do hash Parmigiano. E kupton, tani Parmigiano mund të hanë Itali, unë s'kam pse ta këtu. Me gjithë respektin për Parmigiano. Boronica shqiptare, dhe kjo... Shumë e vërtet, shumë e vërtet. E po, kemi dhe thanën po thanën e përdor vetëm Fredi, me ato lëngun e famshëm të thanës që ka bojë gjithë ato varietete. Ku e kanë imagjinatën këta, mos? Se mund të punojnë edhe shumë lirë me produktet shqiptare, dhe Ç'është kjo frymë antikombëtare? Ç'është kjo frymë antikombëtare, domethënë? Është shumë e fortë frymë antikombëtare, unë këtë vëre, domethënë. Antikombëtare, është niveli profesional. I kujt? I atyre që kanë restorante? Edhe atyre që kanë. Jo i mjeshtrave, sa i mjeshtri i bi violinës si do pronari, apo jo?